pamjen e qytetit, nga vit në vit, jep edhe një investim në rrugët kryesore, në rrugët e qytetit, ato rrugët gjithë balë të lagjeve, në këto vite që përmendi drejtori jonë, 2006, 2007, 2008, duke patur prioritet bashkia, janë bërë disa investime në rrugë të ndryshme të lagjeve. Dhe këto japin një pamje tjetër, si që është rruga Skënderbeu, rruga Lukan Toska, rruga Arilla Bozo, janë rrugë që kanë marrë pamje tjetër. Të shikoj rrugën Skënderbeu përpara një viti ishte para një viti sa kjo me pak fjalua lehtëson para shumë lehtëson dhe i jep një pamje tjetër qytetit, ndërkohë do thosha tras me këtë, edhe pse nuk ka shumë, që pjesa jonë, hapësirat e gjelbërda që janë shtuar çdo vit, edhe kjo rrit atë pasërti e bukurit qytetit. Dhe ne e shohim që jemi e ndjejmë të rregullim të përgjithshëm. Po. Në mos gaboj në vëmendjen tuaj ka qenë her pas here dhe depistimi i vatrave që artikuloheshin ose quheshin si infektive. Ka patur si vjet një menaxhim të tillë ose ka qenë prioritetin tuaj duke qenë se fillon ajo stina e nxehtë dhe e rrezikshme për banorët? Foli pak drejtorit e ka jo, edhe nuk e di, do ta gjithsesi juve jeni specialist direkt i sektorit të higjienës. Kemi një kolegun tonë, pse s'ashtu, ky shërbim ka filluar nga viti i kaluar, njëtur pranë ndërmarrjes tonë, së bashku ndiqet dhe për krahas me shërbimin shëndetësor që ndjek me një plan e grafik të rregullt të miratuar në drejtori, duke patur hapësira edhe me bashkinë, me specialistin e pranë-bashkisë gjyq shërbimeve, dhe bëjmë kryesisht vatrat, siç përmendëm përpara, tek dënstrahimet, tregjet e gjallë, kopshtet, çerdhet, pellgjet midis pallateve, dhe shërbimi i plot është kjo periudha që fillon që, siç e thotë ai specialisti jonë, zhvillimi tamam i larvave e atyre efekteve dëmtuese për shëndetin e njerëzve. Ne i kemi paraprirë, domethënë, me gjithë bazë materiale, me pompa spërkatëse, me edhe fuqinë punëtore, dhe jemi në gatishmëri ose më saktë kemi 3-4 ditë që kemi filluar të shërbim. Ky sektor, do të thosha unë, është i ndarë veç si nga sektorët tjerë dhe është një nga sektorët më të rëndësishëm të ndërmarrjes tonë. Është i ndarë veçantë me fuqi punëtore, me fond page, me bazë materiale dhe ka një program të veçantë në bashkëpunim të bashkëpunojmë dhe me drejtorinë e shëndetit publik. Desha të thosha që bashkëpunimi me drejtorinë me spitalit ka qenë, si thush, ka qenë kur hartojmë grafikun bashkëpunim me shokët e shëndetësisë dhe desha të thosha që qyteti ka përmirësim nga njëri vit tjetër, për sa i përket shkonjave, për sa i përket infeksioneve të ndryshme, për sa i përket brenda në përlagje, dhe mendojmë që ky sektor punon mirë. Meqense thati është në bashkëpunim me shëndetin publik, cili është roli i këtyre të fundit? Roli i këtyre të fundit, unë them që ka qenë shumë i mirë, për arsye sepse që nga momenti që hartojmë grafikun, ne bëjmë bashkëpunim me këtë drejtori, që nga momenti i hartimit të grafikeve, edhe njëkohësisht në bashkëpunimi ka qenë i efektshëm për arsye sepse përveç punës tonë mekanike, ka qenë edhe preparatet të përcaktuara dhe nga ata për mënyrën se si do të veprojmë dhe në kohën që do të veprojmë për dezinfektimin e këtyre. Dhe mendoj që edhe në të ardhmen ky bashkëpunim do të jetë i efektshëm dhe si qëllim ka që ne të eliminojmë ndotjen e qytetit nga këto insekte, edhe nga këto, si të më këto vatra infeksioni. Meqense do të kjo temë normalisht është e nxehtë për faktin se prek drejt për drejt qytetarët dhe për më tepër fëmijët. Si e bëni juve inspektimin, nëse do flasim me jo vetëm me zona, por edhe me lagje, do të thënë thjesht janë punonjësit tuaj ata që bëjnë inspektim të përditshëm? Jo, ne inspektimi bëhet në bashkëpunim me këtë drejtorinë e shëndetit publik që thash shumë, dhe njëkohësisht ky sektor komunikon njëkohësisht edhe me banorët. Pra, janë të shpallur janë të shpallur për arsye sepse së pari kemi tunelet, ato bëjnë burim infeksioni. Dhe ne i kemi të evidentuar të gjithë vendstërhimet.
Dhe njëkohësisht çdo vend strehim ka një qytetar që si të themu të jesh në administrim të atij në pikpamjen e ruajtjes të ambienteve. Kështu që bashkëpunimi jon fillon radh parë që nga me qytetarët ku ka infeksione, bashkëpunimi qëndron me drejtorinë e shëndetit publik, me ata kanë një apo dy persona të caktuar me këtë punë, dhe njëkohësisht edhe njohja nga ana jone këtyre vendeve që janë si thua burimi infeksioni. Duke filluar që nga këto vend grumbullimit që themi ne që janë palishme dhe deri ke fusha mbetjeve urbane. Për periudhën e verës shtohen dozat, shtohen preparatet, shtohet sasia për të vepruar kur i thonë. Shërbimi me grafik dhe shërbimet e veçanta që në momentin. Ka dhe shërbime veçanta. Thatë pak më parë që për sa i përket fushës së mbetjeve urbane, tashmë quhet një problem i zgjidhur duke qenë se bëhet dhe mbulimi me dhe apo jo. Jo, unë do të thosha që të jemi realistë, në çdo stin vere ka patur dhe probleme nga ky mbulim. Unë do të thosha që fusha urbane njëherë ka një 40 vjet që shfrytëzohet në atë vend, është 6.2 hektar. Edhe ajo ka një kapacitet që mund të themi që është i plotësuar. Nga ana jonë tani punohet që të bëhet ngjeshja e sasisë, të bëhet dhe mbulimi me dhe, sepse nga ngjeshja dhe mbulimi me dhe, njëkohësisht ajo si fush bie, si kapacitet, si madhësi, por nga studimi që kemi bërë neve për kapacitetin e saj ekzistuese dhe atë që ekziston mundësia, ne mund të shkojmë edhe 2 vjet me atë lloj fushe. Dhe pastaj del problemi i fushës së re, të cilën bashkia ka në qendër vëmendjes, ka gati 2 vjet që siç ka përqendruar vëmendje për një fushë të re. Fusha e re do të jetë e tipit landfill, nuk do të jetë një fushë mekanike si kjo sosme që hidhen mbeturinat që grumbullon sistemon dhe që pretendojmë se i mbulojmë edhe, por ajo do të jetë një fushë, nuk po them se do të jetë një fushë moderne, por do të jetë një fushë e kohës. Edhe është si thosh në qendër vëmendjes dhe prioritet i bashkisë. Fusha e re. Ka një afat. Por sot për sot pyetja ime konsistoi në fakt në atë përgjigjen që të gjithë e dimë, ka shumë banorë që jetojnë rreth fushës së mbetjeve urbane, që normalisht rrezikojnë më tepër se sa të tjerë që janë. Është vërtet ajo që fusha ekzistuese e mbetjeve urbane është gati 4 kilometra nga qendra e qytetit Fierit. Është rrethuar si thosh në lidhje me pjesën e Kuruzës dhe me disa banorë të cilët ka vajtur kohë e fundit si rezultat i këtyre ardhjeve që kanë ardhur nga jashtë, ndërsa pjesa tjetër, pjesa perëndimore e saj është me vijën e Gjanicës dhe me vijën e Ngjarës, si themi neve. Ajo është problematike sot për sot dhe ne kemi gjetur një rrugë zgjidhje për të minimizuar ndotjen nga fusha e mbetjeve urbane vetëm mbulim me dhe. Dhe perspektiva do të jetë për një fushë të re. Perspektiva do të jetë për një fushë të re. Mirë, atëherë, do doja të më zbardhin në një farë mënyrë cili ka qenë fondi akorduar për vitin 2008 për drejtorinë tuaj. Si është menaxhuar ai dhe për 2009 ka patur një ndryshim? Po. Siç e thash, sektori jonë është organizuar me 3 sektor kryesor, sektori higjienës, sektori transportit dhe sektori i asaj. Çdo sektor ka fondin e vet, të ndarë me fuqi punëtore, me fond page dhe me bazë materiale. Së pari që ka qenë e rëndësishme për ne dhe prioritet ka qenë veshmbathja e punonjësve. Pajisja punëtore me veshmbathje, duke filluar nga çizmja, nga xhupi, nga rrobat e punës, nga trajtimi i tyre, që ka të bëjë kryesisht me qumësht, po ne nuk jam qumësht, japim sheqer, sapun, mjetet e punës. Pra, në përgjithësi, këto fonde janë të përcaktuar në bazë në fuqisë punëtore. Por fondet, desha thosha unë, nga njëri vit në vitin tjetër që ka qenë në funksion të ndërmarrjes pastrimit kanë ardhur gjithnjë duke ndryshuar, duke rritur, sepse edhe vet aktiviteti jonë i ndërmarrjes ka një shtrydhje më të madhe. Qofse në vitin 2005 po flas, Fieri trajton dhe gati 300 apo 400 hektar tokë që merres në administrim, du fishuar. Nuk flasim për 300-400 tokë. Fieri po flasim për 800-900 hektar që administrohet nga neve. Rrjedhimisht nga njëri vit në vitin tjetër fondet kanë ardhur duke rritur në masë 10%. Duke filluar këtu qoftë fondi pagës punojësve, edhe baza materiale dhe shpenzimet që bëhen. Këto nga një vit. Përveç këtyre kemi edhe investime, siç e thash, investimi ka qenë gjithnjë, domethënë shumë i rëndësishëm dhe qenë vëmendjes nga bashkia që kemi investuar në kondinier, kemi investuar në mjetet e transportit. Dhe njëkohësisht bëjmë edhe rikonstruksion të disa rrugëve që kemi në fushën e mbetjeve urbane. Gati
Për çdo vit në fushën e mbetjeve urbane investojmë gati 8 milion lekë që kanë bërë kryesisht me rekonstruksione atyre rrugëve. Të vjetra po flas, që bëjmë me rekonstruksionin e rrugës sepse është një rrugë e vogël ajo. Dhe rikosisht dhe për mbulimin e fushës. Kjo ka qenë si tush rritja e fondit. Ndërsa këtu me qenë se kanë bërë me ke fondet, dhe shatoshë që niveli kostove ose me mirë të them efektiviteti i shpenzimeve që kemi bërë në si ndërmarrje nga njëri vit në vitin tjetër ka ardhur gjithnjë duke përmirësuar dhe vjen gjithnjë në rritje efektiviteti i shpenzimeve sepse duke shtuar si thuaç sipërfaqet që administrojmë, po thuaj sepse nëse sipërfaqja që administrojmë është rritur me 15-20%, fondi ose shpenzimet janë rritur me 10%, mas deri 10%. Pra këtu kemi një rritje efektiviteti i shpenzimeve nga ana jonë. Dhe për sa përket këtyre normave. Nëse do flisnim për një shifër në total pra vjetore për drejtorinë e ndërmarrjes së pastrimit, a një shifër konkrete reale? Po fondi për shembull i pagave në ndërmarrjen tonë është gati 350 milion lekë të reja. 350 milion lekë vjetra. 35 milion lekë. Dhe për sa i përket fondi shpenzimeve në bazë materiale është 25 milion lekë. Këtu kemi duke filluar nga trajtimi që i bëjmë punojësve me bazë materiale, fusim karburantin, fusim riparimin e mjeteve dhe të gjitha shpenzimet tjera që janë funksion të investimit. Të gjitha ato janë si tush me dokumentacione të kontrolluara. Dhe shatoshë që nga kontrollet që kemi patur nga jo vetëm nga bashkia, dhe nga institucionet tjera, nga kontrolli i lartë i shtetit dhe nga ato të tjera, kemi patur rezultate pozitive në drejtim. Megjithatë, ne si punojës të administratës, gjithnjë i them nuk kërkojmë të jemi të kënaqur me punën tonë, por gjithnjë i përmbajmë asaj që ballafaqojmë me atë vërtetë që bën qytetari. Kur qytetari bën vërtetën, ne themi që si e mirë. Kur ai thotë keni punuar mirë, e quajmë vetëm mirë. Zoti Sota, duke qenë se jemi edhe në minutat e fundit të emisionit tonë, a kishit diçka ndryshe për të thënë nga drejtori juaj? Ndryshe është plotësim më tepër në këtë periudhë se mbaron marsi hyn prilli, temperaturat rriten, ne i kushtojmë një rëndësi të veçantë dezinfektimit me plugër qere dhe klor vendit të koshave, të kontenierëve, në të tërë sipërfaqen. Dhe këtu ngulmojmë gjithmonë duke pas parasysh fshirjen e saj edhe dezinfektimin. Të tjerat janë punë normale të ditës që nuk vlen që të diskutojmë sepse do bëhen se s'bën. Atëherë, zoti Çepele? Më duket se u thanë, do thosha kështu.